Në të gjithë vendin, besimtarët musliman kanë festuar festën e Kurban Bayramit. Në Shkodër, në fjalën e tij gjatë faljes së namazit, zëvendës miftuar Ben Halluni u ndal tek fenomeni i largimit të shqiptarëve. Thirrja jonë e vazhdueshme është që mos braktisni vendin tuaj, mos ikni pa u përpjekur këtu. Në Lezhë, besimtarët uruan njëri tjetrën për festën, duke vijuar me vizita tradicionale në familje dhe tek të afërmit gjatë gjithë ditës. Muftiu i Elbasanit bëri thirrje për të qenë më solidar me njëri tjetrin. Pati një prezencë që me të vërtetë është për të kënaqur dhe sot të gjithë besimtarët musliman kanë detyrat e tjera për sa i përket edhe përveç faljes së Kurban Bayramit, do të kenë dhe prejën e kurbanit për ata njerëz dhe për ata besimtarë që kanë mundësi ta kryejnë këtë obligim fetar. Edhe në Korçë, besimtarët uruan për festën e Kurban Bayramit në këtë ditë të shenjtë të besimit të tyre. Që ne sot kremtojmë festën e Kurban Bayramit, i uroj gjithë besimtarët musliman, jo vetëm në Korçë, por në gjithë mbar vendin, ta gëzojnë këtë festë, të jenë më të dashur, të kenë harmoni me njëri tjetrin, të gëzojnë bukur në familjet e tyre, edhe një urim kam për popullin e Palestinës, të kenë paqe sa më parë dhe inshallah Zoti e çliron atë vend. Këtë ditë të bukur të Kurban Bayramit uroj të gjithë besimtarët muslimanë gëzuar paqe e lumturi në familjet e tyre. Në Durrës poshtë, që në orët e para të mëngjesit, besimtarët ju drejtuan xhamisë së madhe në qendër të qytetit, por edhe objekteve të tjera të kultit për të falur namazin. Edhe në Vlorë, qindra besimtarë ishin të pranishëm në ambientet e pallatit të sportit për faljen e namazit, për shkak se xhamia është e mbyllur që pas përmbytjes. Semi Allahu liman hamida. Falja e namazit u mbajt edhe në Berat, Gjirokastër, Fier, Dibër dhe shumë qytete të tjera të vendit.